Faleminderit, atëherë Drejtoria Vendore e Qarkut Fier, e Policisë Qarkut Fier, ka ndërmarrë një sër masash për sa i përket planit masë për ndërrimin e viteve, ku një ndër këto dhe sektori i qarkullimit rrugor, ka në fokus menaxhimin e trafikut, pra ndalimin e ngjarjeve rrugore me pasojë fatale, ku monitorohen gjitha akset me mjetet inteligjente që ne kemi, përfshi mjetet inteligjente dhe radarët. Cilat janë akset më problematike? Akset më problematike që ka Qarku Fier është në aksi rrugor Levën-Tepelen, aksi rrugor Fier-Lushje, ku ka një lëvizje të madhe të mjeteve, krahas mjeteve ka dhe ndërprerje shumë të rrugëve, ku lëvizin motorcikleta, lëvizin mjete bujqësore. Ne kemi marrë një sër masash duke shtuar patrullat, duke shtuar monitorimin, siç e thash dhe më lart, me gjitha mjetet inteligjente dhe gjitha mjetet që ka Policia e Shtetit. Duke marrë shkaset nga aksidenti i mbrëmshëm, mbetet problematik drejtimi i automjeteve nga tërmjetorit. Kjo është një problematik. Apeli im, ju bëj një apel duke shfrytzuar rastin dhe ndërmjet jush, që prindrit të jenë shumë të kujdesshëm, prindrit nuk duhet në mënyrë kategorike që t'i ushqejnë fëmijët me ato që t'u japin drejtim të automjeteve, t'u japin. Duke marrë shkas nga aksidenti i mbrëmshëm me pasojë vdekjen e një tërmitur i 16 vjeçar, cili do të ishte apeli? Fatkeqësisht në mbrëm patëm një humbje jete një triu, gjë e cila normalisht s'është as pak e mirë. Unë ju bëj thirrje gjithë prindërve, gjithë të afërme që kanë fëmijë dhe shikojnë një problematik tillë të ndërhyjnë, sepse ato fëmijë nuk e rrit, nuk e bën burror një drejtim automjete. Në mënyrë kategorike nuk duhet që të udhtoj një fëmijë në drejtim të automjetit. Përfitoj prapë nga rasti nëpërmjet jush, bëj një apel gjithë prindërve që marrin fëmijën në vend të parë, nuk duhet të jetë në sërgjëlinë, të jetë lidhur, që ta mbrojmë të ardhmen, duke marrë këto masa fillimisht nga vetë prindrit, nga gjithë neve, që mos kemi pasoja siç kishim edhe rastin e mbrëmshëm. Shef, është e vështirë shumë që të jetë masa e këshilluese përpara gjobës? Në strategjinë tuaj të komunikimit me qytetarët si paraqitet? Në strategjinë tonë në komunikim me qytetarët, kur ka vend për këshillim, neve kemi marrë masa këshilluese, por në mënyrë kategorike nuk mund të tolerojmë një vepër penale, një shkelje të tillë të kodit rrugor që ne ta kalojmë me këshillim. Ne jemi shumë të ashpër në kuptimin e zbatimit të ligjit, për sa i përket këtyre kategori drejtues automjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Pim në një tjetër moment në sinjalistikën rrugore të zonave rurale. Ka akoma vend për të përmirësuar edhe ndriçimi edhe tabelat dhe gjithçka që i takon sinjalistikës në zonat rurale? Për sa i përket pyetjes që më bërni, është shumë e drejtë që ka vend për ndërhyrje. Neve kemi bërë në mënyrë shkresore, kemi bërë takime her pas here me pushtetin lokal, me ARSH-n për sa i përket këtyre problematikave që ju më thoni, dhe shumë shpejt do ndërmarrim edhe një rikondicion të gjithë akseve kryesore dhe rurale për të bërë një rikondicion të gjithë tabelave dhe një vendosje sinjalistikës dur që mos kemi problematika të tilla. Por ka problematika që ne i kemi pasuruar edhe ke pushteti lokal edhe ka ARSH-ja. Lidhur me mbikalimet Kuadër planit të masës që ka ndërmarrë Drejtoria Vendore e Policisë së Qarkut Fier, veçanërisht i kemi kushtuar një vëmendje të veçantë ndërrimit të viteve, ku do të jemi të përqendruar në sheshe me patrulla të shtuara. Gjej rastin nëpërmjet jush ju bëj thirrje gjithë drejtuesit e automjeteve që mos përdorin alkol, të festojnë, të konsumojnë alkol, po jo në drejtim të automjetit. Në mënyrë kategorike neve do të jemi shumë të vendosur për ushtrimin e kontrolleve të vazhdueshme gjatë gjithë akseve kryesore, edhe në qendër edhe në sheshe, kudo. Krahas kësaj, ju bëj